Dhe pikërisht kjo është pyetja që do të na shoqërojë. Le ta shohim këtë analizë si një lloj harte, një udhëzues për të kuptuar mesazhet që po përpiqet të na jap trupi, por një nga organet më punëtore që ka. Pra, ja ku do të ndalemi sot. Do të nisemi me sinjalet e heshtura, pastaj do të shohim të dhënat që mund të gjenden te duart, shenjat paralajmëruese në trup, çfarë ndodh kur preket truri, rreziqet që nuk duken dhe në fund fare si ta mbrojmë mëlçin. Le t'ja nisim. Udhëtimi ynë fillon pikërisht këtu, të duart. Pse? Sepse këtu mund të shfaqen disa nga shenjat më të hershme dhe le të themi më të lehta për të vënë re nga kushdo. Çfarë i lidh këto dy shenja kaq të ndryshme në thonjë? Përgjigja është një proteine vetme, albumina. Mëlçia e prodhon atë për të mbajtur lëngjet aty ku duhet, pra brenda enëve të gjakut, dhe për të transportuar substanca të ndryshme. Kur prodhimi i saj ulet, efektet mund të jenë të dukshme, madje edhe të thonjt. Ky është një test fare i thjeshtë që mund ta provojë kushdo. Mungesa e asaj hapësire të vogël në formë diamanti quhet clubbing dhe vjen nga një shtim i indit në majat e gishtave. Ndonjëherë është thjesht gjenetike, por për mjekët është një sinjal i rëndësishëm, një arsye për të hetuar më thellë për probleme të mundshme me zemrën, mushkrit apo sigurisht mëlçin. Një tjetër shenjë është kjo skuqje e veçantë që zakonisht nuk e prek qendrën e pëllëmbës. Quhet eritema palmare dhe shkaku është vërtet fascinues, nivelet e larta të estrogjenit. Një nga punët e mëlçisë është të shpërbëjë hormonet si estrogeni. Kur ajo nuk punon siç duhet, estrogeni grumbullohet, enet e vogla të gjakut zgjerohen dhe shkaktojnë këtë skuqje karakteristike. Ky test tjetër i thjesht kontrollon për diçka që quhet kontraktura e dupujtrenit. Shkaktohen nga një trashësi e indit nën lëkurën e pëllëmbës. Edhe pse mekanizmi sakt ende diskutohet, statistikat tregojnë se kjo gjendje shfaqet shumë më shpesh te njerëzit me sëmundje të mëlçisë, sidomos ato që lidhen me konsumin e alkoolit. Mirë, i lam duart. Tani le të kalojmë të shenjat që shfaqen në pjesën tjetër të trupit, të cilat shpesh janë, le të themi, pak më dramatike dhe më të vështira për t'u injoruar. Kur shihet një bark kaq i fryrë, nuk bëhet fjalë thjesht për shtim në peshë. Kjo është një gjendje serioze që quhet asit, një grumbullim masiv lëngjesh në bark, i cili tregon se ka një problem shumë më të thellë. Dhe kur themi masiv, bëhet fjalë për një sasi vërtet tronditëse. Barku mund të zgjerohet aq shumë sa të mbajë deri në 15 litra lëmë. Mund të imagjinohet presioni dhe vështirësia e jashtëzakonshme që shkakton kjo, madje edhe në frymarrje. Po, nga vjen gjithë ky lëng? Kjo analogjia e shpjegon në mënyrë të përsosur. Me kalimin e kohës, mëlçia e dëmtuar bëhet e fortë dhe me cikatrice. Kjo bllokon rrjedhën e gjakut nga vena e madhe portale. Njësoj si te zorra e shtypur, presioni rritet në mënyrë dramatike dhe lëngu fillon të dalë me shumicë jashtë enëve të gjakut, duke mbushur zgavrën e barkut. Ky fenomen quhet hipertension portal. Ky hipertension portal e detyron gjakun të gjejë rrugë të reja, pothuajse si një devijim trafiku në trup. Kjo krijon modele shumë të dukshme, si kaput meduse, ato venat e përdredhura rreth kërthizës, dhe nevuzet merimange në lëkurë. Një ose dy nevuze merimang mund të jenë normale, por kur shfaqen 3 ose më shumë, kjo konsiderohet një sinjal i rëndësishëm. Tani, kalojmë tek një nga aspektet më të habitshme dhe serioze të sëmundjes së mëlçisë, pasojat neurologjike. Lidhja mes një organi që merret me tretjen dhe funksionit të trurit është vërtet jashtëzakonshme. Mendojeni kështu, mëlçia është si stacioni qendror i detoksifikimit të trupit. Kur ky stacion del jashtë funksionit, toksinat si amoniaku, që prodhohet normalisht gjatë dretjes së proteinave, nuk pastrohen dot. Ato grumbullohen në gjak, udhëtojnë deri në tru dhe shkaktojnë një gjendje toksike të quajtur encefalopati hepatike. Një nga shenjat më tipike të kësaj gjendjeje është asteriksis. Nuk është një dridhje e zakonshme. Në fakt, është truri i helmuar nga toksinat që humbet kontrollin e muskujve për një fraksion sekonde dhe pastaj e rimerë të. Kjo humbje dhe rimarrje e shpejtë e kontrollit shkakton atë lëvizje të çuditshme si një përplasje flatrash. Fuqia e kësaj shenje është e pabesueshme. Ka një rast të njohur të një pacienti që u gjet pa ndjenja dhe mjekët nuk po e kuptonin shkakun, derisa njëri prej tyre nuhati një erë specifike të ëmbël dhe si myk në frymën e tij. Ishte fetor hepatikus, era e toksinave që po dilnin përmes mushkrive. Vetëm ajo erë ishte qelsi që zgjidhi misterin dhe çoi në diagnozën e saktë. Pra, deri tani pam shenja të dukshme, por tani le të zhvendosim fokusin tek komplikacionet që mund të jenë kërcënuese për jetën, por që jo gjithmonë shihen me sy të lirë.
Vërdhëza është ndoshta shenja më e njohur e problemeve me mëlçin, dhe gjithçka lidhet me një substancë të quajtur bilirburin. Kjo është një pigment i verdh që krijohet kur trupi riciklon qelizat e vjetra të kuqe të gjakut. Normalisht mëlçia e kap këtë bilirburin dhe e largon nga trupi. Kur mëlçia nuk e bën dot këtë punë, pigmenti grumbullohet, duke ngjyrosur lëkurën dhe syt në të verdh dhe duke i dhënë urinës një ngjyrë të errët. Kjo është një çështje me dy anë. Nga njëra anë, mëlçia e dëmtuar nuk prodhon dot mjaftueshëm faktor koagulimi, pra proteinat që ndihmojnë në mpiksjen e qakut. Nga ana tjetër, ajo prodhon më pak nga hormoni që i thot palcës së kockave të krijojë trombocite, pra qelizat që ndalojnë gjakderdhjen. Pra, aftësia e trupit për të mbrojtur nga gjakderdhja dobësohet në dy fronte njëherësh. Dhe kjo na sjell tek një nga komplikacionet më të rrezikshme, ai presioni i lartë. Hipertensioni portal shkakton fryrjen e venave në ezofag. Këto vena, të quajtura variqe, bëhen jashtëzakonisht të brishta. Kur ato qahen, shkaktojnë gjakderdhje masive. Dhe duke qenë se aftësia e trupit për të mpiksur gjakun është tashmë dëmtuar, kjo kthehet në një emergjencë absolute. Pasi kemi parë të gjitha këto shenja dhe rreziqe, vjen pjesa më e rëndësishme, veprimi, sepse lajmi i mirë është që ka hapa konkret që mund të ndërmerren për të mbrojtur këtë organ kaq etik. Mesazhi kryesor këtu është se shumë nga shkaqet kryesore të sëmundjes së mëlçisë janë plotësisht parandalueshme. Këtu hyn kufizimi i alkoolit, menaxhimi i sindromës metabolike, që lidhet ngushtë me obezitetin dhe diabetin e tipit 2, dhe sigurisht mbrojtja nga hepatitet virale. Sot, për fat të mirë, ekziston një vaksinë shumë efektive për hepatitin B dhe kura të suksesshme për hepatitin C. Kjo e bën parandalimin jo thjesht të rëndësishëm, por absolutisht kritik. Për sëmundjen e avancuar të mëlçisë, dëmtimi mund të bëhet i pakthyeshëm dhe shpesh i vetmi opsion që mbetet është transplanti i mëlçisë. Një procedurë e madhe që tregon qartë pse veprimi i hershëm dhe parandalimi janë kaq thelbësor. Pra, në fund të këtij udhëtimi, pyetja mbetet. Qëllimi nuk është krijojmë frikë, por ndërgjegjësim. Trupi ynë flet vazhdimisht, të mësosh gjuhën e tij është hapi i parë dhe më i fuqishëm për të mbrojtur shëndetin.